Dëmtimi dramatik i segmentit të rrugës kombëtare Librasht-Prenjas në zonën e arrave të Dragostunjës po merr për masa me pasoja të rënda infrastrukturore dhe socioekonomike, duke paralizuar pjesërisht jo vetëm qarkullimin, por edhe jetën e përditshme të një pjese të konsiderueshme të vendit. Po vazhdoi rruga këtu, janë 4-5 familje në Matan, edhe kjo këtu, edhe 2 familje në Matan atje, se po kaloj rruga aty edhe ato të rrezikuara. Po gati 6-7 familje, 8 familje. Ne problem kemi kalamaj për shkollë, tani do marrim masa tikim kam. Ma shumë nuk kanë rrim, ku të ndrohet makinat dhe bëhet trafik, plus edhe gropa ishte plot më, po probleme. Kjo arterie strategjike që lidh kryeqytetin me juglindjen tashmë është kthyer në një pikë kritike. Prej disa ditësh, autoriteti rrugor shqiptar dhe të gjitha strukturat shtetërore janë në alarm të plot për të gjetur jo vetëm një zgjidhje emergjente për zhbllokimin e situatës së paprecedent, por edhe një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme. Burime nga grupe teknike konfirmojnë se diskutimet kanë vijuar nga pasditja e djeshme deri në mesnatë, ndërsa edhe para ditën e kësaj të marte pritet një tjetër tryezë intensive me inxhinierët më të mirë të projektimit rrugor. Aktualisht po mendohet seriozisht ideja e devijimit të projektit ekzistues. Sipas burimeve të besueshme, shumë shpejt mund të merret një vendim për anulimin e përhershëm të punimeve në segmentin aktual, për shkak se zona ka shfaqur gjatë këtij muaji paqëndrueshmëri të theksuar gjeologjike, duke bërë investimin me risk të lartë edhe në të ardhmen. Në ditët në vijim pritet të kryhet një vlerësim i thelluar tektonik dhe gjeodinamik i të gjithë zonës ku po realizoheshin punimet. Ekspertiza do të përcaktojë nëse territori përbën në rrezik të përhershëm për infrastrukturën. Të njëjtat burime bëjnë me dije se një nga opsionet më të mundshme është rikthimi tek projekti alternativ, ku një segment i rrugës do të kalojë mbi rrjedhën e lumit Shkumbin ose përgjatë saj, duke shmangur kështu masivin problematik që ka shfaqur lëvizje të vazhdueshme të tokës. Situata tashmë konsiderohet një emergjencë kombëtare infrastrukturore. Bllokimi i këtij aksi ka krijuar zinxhir efektesh në transportin e mallrave, lëvizjen e qytetarëve, shërbimet publike dhe ekonominë rajonale.